Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić theksoi sot duke marrë parasysh ngjarjet në Venezuelë se ekziston vlerësosje globale e pushtetit dhe lëshimeve dhe se po krijohet një rend i ri botëror të cilën Serbia duhet të kuptojë në mënyrë që të mos paguajë çmimin. Prandaj parimi kryesor nga i cili duhet të udhëhiqet Serbia është ruajtja e interesit të saj shtetëror dhe kombëtar, ruajtja e identitetit, kulturës dhe shtetit, tha Gjurić, dhe shtoi se shërbimet vendase monitorojnë dhe analizojnë me kujdes të gjitha ngjarjet në nivelin botëror sepse duhet të kuptohet se çfarë po ndodh në nivel global. Në mahallën e bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut, lumi i Ibër doli nga shtrati dhe përmbyti një pjesë të lagjës, si pasojë se cilës evakuohen një numër banorësh pas rritjes së nivelit të lumit Sitnica. Lumi i Ibër doli nga shtrati, kështu që mbrëmë u evakuohen 10 persona nga mahalla e bosnjakëve dhe po aq persona u larguan edhe në këtë mëngjes. Në mahallën e bosnjakëve energjia elektrike u ndërpres si mas paraprake, si shta kryetari i komunës Milan Radojević për Kosova Online. Niveli i lumit të Ibër vazhdon të rritet dhe situata është serioze. Vendosja thasve me rër është në proces dhe antarët e njësisë së zjarrfikës dhe shpëtimit po ndihmohen nga vullnetarë të shumtë në mënyrë që situata të vihet nën kontroll sa më shpejt e jetë e mundur. Për shkak të rreshjeve të para të borës në veri të Kosovës, shërbimet kujdestar të kompanisë së shërbimeve publike standard nga Mitrovica e Veriut menjëherë dole në teren, si shta për Kosova Online menaxheri i kësaj kompanie, Srđan Vučinić, ka sasi të mjaftueshme kripe industriale dhe përparësinë e pastrimin u jepet rrugët e rendit të parë, sipas tij rruga në drejtimin e Mitrovicës veçanë është plotësisht e kalueshme dhe e pastruar. Kompania shërbimeve në Zveçan thot se ekipet do të jenë në teren për aq sa kohë kërkojnë kushtet e motit. Pas rreshjeve të borës që ra gjatë natës në territorin e komunës së Graçanicës, të gjitha rrugët janë pastruar dhe të kalueshme, njoftoi Departamenti i Shërbimeve Publike në situatat emergjente. Pastrimi dhe spërkatja rrugëve filloi gjatë natës dhe vazhdoi në orët e hershme të mëngjesit dhe kryhet me ndihmën e makinerisë së dispozicionuar me qëllimin e sigurimit të rrjedhës së qetë të trafikut, tha drejtori i Shërbimit Publik Goran Milić. Ai shtoi se pas shiut dhe borës nuk ka probleme të mëdha, se ekipet janë në teren dhe se kanë sasitë e mjaftueshme kripe industriale. Në bashkëpunim me prokurorinë themelore të Prizrenit, policia e Kosovës kreu një bastisje të madhe në cilën u arrestuan disa persona në rajonin e Prizrenit, Prishtinës, Pejës, Gjilanit, Ferizajt, Mitrovicës dhe Gjakovës. Ndër të arrestuat janë edhe ish drejtori i Byros së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku, si dhe ish drejtori i financave në atë institucion. Valon Berisha, të cili dyshohet për shpërdorimin e detyrave dhe krimet të lidhura me to. Byroja e Sigurimeve të Kosovës deklaroi se çështja është njësuar nga vetë byroja si palë dëmtuar si rezultat i gjetjeve të gjetura në raportin e auditimit të brendshëm. Analisti politik Blenim Canaj, duke cituar një burim nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pohon se ka pasur disa bisedime midis përfaqësuesve të asaj partie dhe vetëvendosur për të arritur një marrëveshje për formimin e qeverisë. Ugro Gova do të jetë kandidat për president të Kosovës, pra për kryetar të kuvendit, dhe 6 ministra mund të jenë nga LDK-ja, thot Canaj, dhe shton se nuk ka gjasa që Vjosa Osmani të i rizgjidhet presidente, por ai beson se ajo do të jetë ministre e re e punëve të jashtme. Disa analistë më parë aluduan se vetëvendosja nuk do të nominojë Vjosa Osmanin për një mandat të dytë presidencial. Drejtori i Institutit për Studime Europiane në Beograd, Slobodan Zečević, tha për Kosova Online se opsioni i pranimit të antarëve të ri në Bashkimin Evropian pa të drejtë votoje në Këshillin e Ministrëve nuk është një zgjidhje demokratike, dhe tha se duke pasur parasysh natyrën demokratike dhe elementet federale të Unionit, një skenar i tillë nuk duhet të jetë i përhershëm. Analisti nga Prishtina, Artan Muhaxhiri, vlerësoi se ideja e përmendur e Edi Ramës është interesante, por se vetmja mënyrë për të përshpejtuar rrugën drejt Bashkimit Evropian është përmbushja të gjithë kriterëve të cilët duhet të vlejnë edhe për Shqipërinë.
Moti edhe nesër në mëngjes do të jetë me ngrica me temperaturën nga -14 në veritë e Vojvodinës deri në -6 në jug dhe lindje të Serbisë. Gjatë ditës pritet vranësira të reja me borë, shi dhe reshje. Shiu do të fryjë redop deri mesatare nga lindja dhe më e fortë në jug dhe në male. Temperaturat maksimale do të sillen nga -2 deri në 3 gradë Celsius.